الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. Vëllezër e dashur, së pari shfrytëzoj rastin, pasi që për herë parë në këtë vend të bekuar takohemi dhe jemi në muaj të bekuar dhe në netët më të bekuara të këtij muaji, siç janë 10 netët e fundit, ku në këto netë është edhe nata e Kadrit. Lusim Allahun Xhelal që ibadetin tonë që kemi bërë deri tash, Allahu të na ketë pranuar. Ndërsa ditët dhe netët të cilat na kanë mbetur, inshallah, i kalojmë me të mirë dhe ta ngrejmë dhe ta rritim ibadetin tonë dhe inshallah Allahu të na i pranon. Po ashtu ju uroj edhe kontributin e juaj, posaçërisht këtij xhamati që ka kontribuar dhe vëllezërve ndoshta edhe më lart që kanë kontribuar për sigurimin e këtij objekti madhështor në këtë troje. Allahu inshallah çdo njërin me nga një shtëpi të xhenetit ta gradon. Amen. Dhe kjo të jetë një sadakatul xharie që edhe masi në ndërrojmë jetë, nuk do të vdesim, nga se pritën dhe do të rrjedhin sevapet dhe shpërblimet për kontributin e tonë. E kish pas pyet mësuesi nxënësin pse nuk folën peshë. Nxënësi tha, po mësues ku do folë kur ja kanë fut krijet lujë, tha si do folë. Edhe problem. Dhe Allahu të tjerëve ju ndihmoft që të arrijnë kështu siç keni arritur ju me iznin e Allahut. O vëllezër të dashur, kam vlerën të gjendem në mesin e juaj, të cilët keni ardhur ndoshta me qëllim të kafshatës së bukës, por qëllimi Allahu Xhelal kur don e ndryshon. Pra asaj që keni ardhur për një kafshatë të bukës, tash keni bërë edhe një xhami. Kam derën u gjendem nga vëllau tim, doktorit, me të cilët kemi mjaft respekt, dhe Allah inshallah i ndihmon dhe kontributin e tij inshallah e rrit dhe e pranon. Po ashtu kam derën kur gjendem nga vëllau Feridi Efendiu, i cili jo pak kontribut ka dhënë për të arritur një sukses të tillë dhe vëllezër të tjerë të cilët gjenden këtu parë dhe kontribuojnë në rrugën e Allahut. Allahu inshallah të gjithë në xhennetul firdaus i gradon. Me të vërtetë njeriu mbetet pa tekst kur gjendet para disa ftyrave siç jeni ju, sidomos të rinjtë tonë. Fjala është për rini. Fjala është për pjesën më të vlefshme dhe më meritore të popullatës. Fjala është për shtyllën më kryesore të popullit dhe të ummetit. Allahu Xhelal e ka lavdruar rinin dhe e ka përmendur në Kur'an që nuk premton koha të raditim përmendjet kuranore për të rinjt dhe ashtu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku ai shumë thjesht dhe qartë e ka thonë në hadisin e tij, ka thonë nusirtu bishabab. Jam ndihmuar nga rinia. Rinia e ka ndihmuar shumë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por në një hadith tjetër ka thonë kayfa antum idha taga shababukum wa fasada nisaukum wa fasada shababukum. Si do t'jeni ju kur gratë juaja do të asdisen, rijtë juaj do të shfrenohen, do të prishen. Por ka thonë për disa të ri dhe për disa gratë tjera, përveç atyre që na jemi. Inshallah jemi ato të cilët as nuk asdiseni, as nuk shfrenohemi. Por në shtëpitë e Allahut do të jemi dhe fjalët e Allahut dhe pejgamberit do t'i përcjellin. Po vëllezër,
Hadithet e pejgamberit na signalizojnë për këto çka ndodh sot detajisht, de facto. Dhe ne kemi të drejtë dhe kemi obligim në çdo hap dhe në çdo ndodhi t'ja çojmë nga një salat dhe nga një selam pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur e shohim në sytë e vallit se fjalët e tij po dalin në shesh. Shajmë, ka thonë, do të vi koha të umetin që një njeri ose disa njerëz ma letë do ta kenë, ta edukojnë dhe ta ruajnë dhe ta ushqejnë dhe të kujdesen për një klish se sa për një fëmijë. A është evidente të trojë? Subhanallah. Kjo është hadisi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj thotë, do të ngrihet turpi dhe puna e turpshme do të bëhet para syve të njerëzve dhe nuk do të gajloset kërkush. Para sa ditëve lexojmë në një gazetë se në Gjermani një ri dhe një re në qendër, në mes të popullit bëjnë amoralitetin që njeri ka turp të përmend që ato mund të bëjnë vetëm brenda 4 murnave për ndrysh është mare, ata e bëjnë midis rrugës para syve të njerëzve, lakuriç i donon sistemi nga 50 euro. Dani. Pse? Kjo është demokraci? E kjo nuk është demokraci, kjo është demagogji. Bile turqit për këtë e kanë shumë një fjalë kështu, për shtash më thojnë, kjo është salamadi sistem. Rimia jonë duhet të ketë kujdes, dhe pjesë shumë e kujdes të mos infektohet me modernizimin e quajtur modernizim, a kësa i thonë shkatërim, jo modernizim. Modernizim teknologjik, po shkatërim shpirtëror dhe psihik, dhe jo rastisht rinia këtine trojeve po bën vetvrasje. Pra, ku bën vetvrasje? Në islam vetvrasja nuk njihet, nuk ka të fjallor vetvrasje, nga se vetvrasja shumë e ndaluar rëpsisht dhe ulemoja kanë thonë ai që vret vetvete nuk i falet xhenazë. Subhanallah. Po nuk ka nevojë i riu musliman të vinë deri në vetvrasje. Po në vetvrasje vinë ata të cilët e kanë shpirtin e unë, janë hutunje, kanë vetë në qorë soka, nuk din ka të mbajnë. E Allahu dhu xhelal i fton dhe thot fefirru ila Allah. A keni vetë në rrugë, as dini ka shkojnë, kthehni te Allah. Kthehni në xhami, hipni në anije shkëtuse. Ju e dini se kur e kanë kap dallgat, kur është bën vërshima në kohën e Nuh alayhis salamit, Nuh alayhis salam i dërtoi një anije dhe tha urnoni hipni këtu. Djali vet tha baba, po kjo shumë e vogël, dallgat të mëdha. Kjo nuk na shkëton, ta u hipin kodën. Tha obi nuk ka shpëtim kode, shpëtimi është këtu. Nuk ka shpëtim as në kazino, as në bingo, as në kafiq. Shpëtimi është këtu, te anija e shpëtimit. Pra këto vëllezër ta shpëtoni familjen juaj. Këtu do shpëton rinia jonë, nga se bota sot është e ngulfatur. Me vërtet bota sot është shumë e varfër. Nuk duhet riu ton të jesë meraku që të emiton, po na duhet të emitohemi. Na duhet të emitohemi. Muslimanët i kanë emituar në kohët më parë. Ju e dini se muslimanët kur kanë qenë të vërtetë, kur i kanë prit botës në shkencë, se i kemi prit donjëherë, po për fat keq, kur e kemi marrë taraqillëkun, kur e kemi marrë azgëllëkun, kur e kemi lënë udhën e Allahut dhe të pejgamberit, siç ka thënë Omeri radiallahu anhu, kur i kanë ngritur teshat, kur ka shkuar në Kudus, ka çliron Kudusin, ti merr çelësat, është pak histori e gjatë, po kur kanë rritur para se të hyjnë në Kudus, ka ndodhur një rruga me lloç. Omeri ka zdrit prej Demes, e ka hip djalin e ri në Demes, se ashtu e kishin pas borentin, edhe i ngren pak teshat dhe jam syn rrugës lloçës me konte veta. Tha njoni prej komandon dhe ushtarat, tha ja emirul mu'minin, a ti po hinë në për lloça? Tha po, lekat kunna edhila, fe azzen Allahu bil Islam, fe i dhe të gajnë l'izzet e fi gajnë l'Islam, e dhellen Allah. Tha kemi qenë të mpështruar, ne kemi shti vajzat të gjalla në kohë, ne kemi pi alkoholin si uji, ne kemi shit njeriun si kafsha, ne grua se kemi respektuar, ne të vatrin se kemi nderuar, ne kemi qenë të zhdukur, po Allahu na ngriti me Islam. Kur ta lipim krenarin dhe mburjen jashtë Islamit, Allahu do të na mposhtëna. Kur ta lipim Islamin në komunizëm, 50 vjet u shkatërruam. Dhe kishte njëri thonte, more hoj, po
po komunizmi si kur islami, barabarë. Kështu na thëshime. Djersa unë joni të herë dhe djali tri, i pata spjegu, më du djali mirë, djali bukur, i menqëm, e i pata spjegu një orë, i folja për islam dhe për biografinë e pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, për urtësinë e tij, i spjegoj ai me vëmendje më kanë dëgjuar. Më dëgjon shumë përcjell, më shqipjon në sy, ka i spjegoj unë. Masi e mbarova, ta hoxha, bënd të thajmë ndishka, ta shurno bëllo, ta bëlla këto mësime, që i ke thonë deri tash dhe këto porosi, mash në mërmendja, a thu Muhamedi mësi ka marrë për Marksi? Thash, subhanë, Allah, po ti pas i keni do? Po lesen në din pas i keni fukara, një huri fetare, po edhe në histori pas i keni katastrofë. Po kur ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur ka qenë Marksi? Mendojnë njerëzit se çdo e mirë vjen prej sistemit komunist. Kështu mendojnë. Tash je disi më të shumë madhe më. Imam Azam Ebu Hanifa rahimahullah spjegonte ders talebeve ku prezantoshin me qindra, me mijë studentë, ai spjegonte mas sabahit, po e kishte kamën të lodhur, e shtrinte kamën kështu pak, e shonte kamën të lirë dhe bisedon. Kalzonte ders. Një ditë u paraqit një hoxhi madh me mjekra të mëdha, me gjybe, me shall, i ul përpara, Imam Azami e lodh kamën tha marrë, ta respektoj pak, edhe fillon të shpjegon. Nesër përsëri erdhi njëri ul përpara, Imam Azami po i mbledh kamën me nxisë rrina më nderi, con respekt. Tretën ditë po qashtu, erdhi rendi të shpjegon për namazin e sabahit. Dhe tha, sabahi falet prej kur të zbar drita e derisa të del. Ai hoxha e ngriti grishin, tha hoxha e ngriti. Imam tha, a bon të vetit, tha fol bërë, po mirë bre, tha mos i sabahi falet prej kur zbar drita e deri kur të lind dielli. Po me lind dielli para sabahit. Imam Azami tha, si edhe një herë. Se edhe me një shumë të thonë. Allah tha edhe një herë për sërit i pytjen se se kam të qarë. Imam tha, Allah ta shumë rakë në hapë. Ti thua se të rejtë barë dhe dritës dhe i sa të lindillit. Po me lindillit para sabahit. O djemë tha, në një vi shatë të thonë. Tha po, njëtë. Atëherë tha, Imam Azami t'i ertërendi të alshoj e komën se më marën qatë. Dhe vëllata, du që s'pon ma herë. Rinia jonë duhet të kupton të njeh islamin mos të thot kjo i gjanë komunizm. E ta shjo komunizmi s'ki shpazbo, ama kjo demokracia i shkon si kur islam. Ajo ka qenë një kalpsi, kjo është një teshe mykt. Në këtë kuptimin që kuptojnë njërës demokracia. A në kuptimin e liris, që njëri është i lirë, të flet, të vepron, që është i lirë. Sa i thonë demokraci? O lezë të datë. I thonë demokraci në Australi, një njeri musliman ka fitu votën për deputet në parlament. Ditën e parë që ka hi në parlament, i ka thonë ti si musliman, të duhet një vend për të adhuru Zotin, dhe ka thonë një dhomë për të falë namazin. E na i kemi mbi 25 deputet, shkopitja, kanë vend për të falë namazin. Pasaj thonë, ne mo tash kemi hi në demokraci. Na kemi zaglavit në demokraci. Falit të shprejnë, se s'dita të ndryshe. Nëse është fjalla për demokraci, në ati aspektit të liris, të kontributit, të vetës, të punës, ato elhamdulillah kemi në islam. Nuk ka nga demokraci se në islam, po jo, nuk po tham islami është demokraci, po në ato që mendojnë, liri, ndash liri fetare, ndash liri jetike, subhanallah, liria fetare, kulmin e ka në islam, femen shae feljuhmin, wemen shae feljekmin. Kush donë besot, kush donë nuk besot. Allahu është Rahman, që do të Rahman, e ka shtru sofrën e vetë, ati hajë, besimtari, jo besimtari, alkoholiqari, namazgjia, haqgjia, hoxha, a që lunë e djetra që shkon gjithë ditën punon, nga shkon i lene dhe në të kutin, si thoni taj aparatë. Inshallah se keni pa dhe mësa shqipë, kam ndilë, se diqë. Pra liri, në islam është liri, islam është liri. Ibrahimit a.s. i shkoj një misafir, Ibrahimit është shumë misafir, e një natë kishë me vetë. Tha subhanallah, tha datë të gjithë dhe një njëri të haje bukë me mu se u hake buka, nuk ju bake e mirë vetë.
do një gjithë një rrugë një utharë, njëri një plakë. E mori me vetë, e pruni të shpia, ja shtoj bukër, kur filloj me hangër e plakë, Ibrahimi tha bismillah, aja filloj, hajë, tha bismillah, tha jo në s'kam bismillah, tha pse, tha po nuk e besoj Zote, tha shka beson të jellu, tha unë e besoj zjarë, po ti ta zgudzoj me hangër bukë sa fërtime pa bismillah. Ibrahimi s'po do me elan misafiri të hanë bukë pa bismillah. Gjenë tonë, fmi tonë, ne dhe njerë harroj, pungjemi ka fundja, thash me bismillah. Se nëse s'ke tonë, thuj bismillahi prej fillimi deri mbarim, vesh mos e lësh pa hiq. Ibrahimi tha, thuj bismillah, nuk thot bismillah. Tha Allah, a mund t'i ta lësh, a mund t'hiqesh t'i ta lësh? Tha pa bismillah, sofërti me s'ka. Ngrit njeri, edhe shkoj. Gjibril a.s. i tha Ibrahim gabove, Allahu Gjellar të tërhek varejtja. Tha, por, a nuk boni bismillah. Tha, Allahu që 70 vjetë po ishin, nuk ka lip bismillah. Ti një natë nuk e durosh. Subhanallah, tha, hec. Ibrahimi shkoj më apa, e gjeti plakën, tha, hec urna. Urna këthehu të mas. Tha, pse do t'im përzune? Tha, valla Gjibrilin më kritikoj, Allahu më ka kritiku për ti. Tha, qka? Për mu? Tha, hec me mu. Tha, veç unë bismillah nuk thonë, ta di. Tha, u prejme, e puna bismillah e janë. Ullë. Tha unë nuk filloj të ha, derisa të më të regojsh detalisht shanë problemi. O Allah, Allahu du Gjellar thotë, se aj ti të ushken që 70 vjetë, ti se ke përmenë kur një herë. Mu ma 4 herë vërejtë, se të më lagu për i sofë. Tha plak, Allahu i është kujdes për mu, ta po i është kujdes që 70 vjetë për ti, tha më të regua si bohet njeri musliman. E ta një pranë islami dhe për zbiti tha bismillah. Pra shtohet pyetje, kush ai njeri që gjysën e ushqimit e hangër pa bismillah, si kafir, atë tjetrën si musliman. Është misafiri Ibrahimi. Kjo është liria, kështu ta kuptojnë të rriton mos vazhdohen, se këtu valla është demokraci. Nëse ai mendon se këtu është demokraci në aspektin e rezervatur, trashka ka bu. I lu jonë duhet tjetë i mentur, elhamdulillah, që është sikur janë minuta i ma. Na kemi nderi të prezentohemi para këtina, para kësaj rinie, se kjo rinie nuk i ndjanë rinis na kur kemi qenë ri. Edhe me gjitha të vlezë, edhe na se kemi pas lejë, edhe babat e ju i thamë të rive, se kanë pas lejë. Ki gjemat të cilin ne kemi para vetes, këto janë gjematit të cilët janë rritur në bankat të shkollës të komunizmit, ku mësuesi ka thonë njeri është prej majmunit. Shtunë, a në thoshë, njeriu është prej majmunit. Edhe ti, subhanallah, mësuesi ndoshta si ka besu, por ka qenë i detiruar që ashtu ta thë. Edhe kemi pas problem këto se njeriu është prej majmunit. Subhanallah. Qka, a ka dikush prej neve që e ka besu ato se njëri është për majmun? Jo, njeriu është për Adem a.s. Pra ndë unë e them këto një rast, atje të nanë shkup që ka ndrohë. Një gjami është afër shkollës, po mësuesi, drejtori shkollës, edhe hoxha, shumë muhabet kanë pas. Na kemi mësuesat e na kemi xhamat që falin 5 kohë të namazit, të cilët kanë falë namaz edhe në ish sistemi. Ku nëse e kanë vetu sa i ka falë namaz, e kanë distancu, e kanë diferencu, si që di një, e kanë lërgu nga puna, me gjithë ato namazin e kanë falë, dhe agjerimin e kanë vazhdu, kanë agjeru, dhe sot, elhamdulillah, ka për i tyre, që janë shmashemi. Disa kanë kalu në ahiret, inshallah, Allah më akfiretima. Drejtori dhe hoxha afër, shkolla edhe xhami. Edhe një ditë, drejtori shkollë ta viziton hoxhën e xhamia, e hoxha i shumë të mësu fëmijë. E tu i mësu fëmijë, kjo afrohet shef puc plot. A më zhurë hiq. Tha, a ka kushto? Kur i pa puc, se tha. Që të si i heshtë. E trokit i derën, kur derë hoxha, tha bërën, tha hoxha pa, me kuj e, tha me nëzansa. Tha pse të ka një fëmijë, po ma tha fëmijë, po hiqve ta nuk ndihet zhurma, po surire ta janë të mësu, ta janë nohë. Po hoxha. A që të fëmijë të kështu rëkur të rritë, ato fëmijë të shkollës të me këtëri. Ta po mëra që ta. Po atje në shkollë ta hipin mbi bankë. E thejnë dritare. Qesë në qanë, pite dera më tonë. Ta që këto ta me papuqen, me sandalë, ta bërë zhurë. A di që ta horë, ta marë, po fëmijë të s'kanë fajta. Ne ju thomi njeri ju është prej Ademit, a.s. dhe baba jo është njeri dhe këtu rrinë si njerës. Ju thomi njeri është prej majmunit. E fitojnë me mu. Pra, generata e parë,
janë ato të cilat na kanë thonë, po s'kemi thonë. Kjo është diferencë. Na kanë thonë, po na s'kemi thonë. Nëse kemi thonë, vesh për ta marrë një notë, po kur se kemi besu. Qashtu lusë këtë rini, që ta dallon të mirën për të keqës, hajrin për shenjën. Të dinë se çka duhet me marrë prej këtu, e çka duhet me lanë. Nuk merret të gjitha, merr fesin me vete dhe çka gjejnë prej këtu. Edhe terbijen, edhe edukatën, edhe lakurishësi, edhe alkoholin, edhe do të mizbej, edhe vantin në vesh, edhe atë në vetëlla, to do të milionë, të sen tonë, duhet me marrë tu termini, me termin, rregull, pasërti, rendi, hakun e një qetit që s'ka hinë dhe hak, to të mira, duhet me i marrë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, el hikmetu dalletul mu'min, urtësia, gjëja e mirë është teshe humbur e muslimonit. Është teshe humbur e muslimonit, në ta merë, ku ta gjesh? Ku ta gjesh merë? Omeri radiallahu anhu, jo rasisht ka thonë, utlubul ilma walau bis-sayf. Ka thonë, lipni e diturin, po nëse nuk ka ma nga shkollim kinë. Mirë po, ne ati unë bitën të rriton të shumë kinë, ati për patika, për tekstil. E për dituri ati e ka shkollën nuk mësonë. Me gjitha të vëzë, ne duhet të marrën të mirën ku dhe që tjesë, po edhe nësë është lakë, po edhe nësë është nevrodë. Të mirën me, këtine të këqia dhe këtine punë këqia, duhet me i dargu. Rinia duhet tjesë shumë e kujdesit. Edhe pse, na, kështu të them, na dhimë se të kjo rini, na dhimë, pse, shumë provokime ka. Shumë provokime ka kjo rini. Ka të thehet provokim. Televizori e provokon moralin e ti. Dilë në rrugë, ato fotografi, gjonë në gjatë, në disë rrugës. Ajo është provokimi rinis, ajo është provokimi synit të muslimane. Muslimani duhet të di se duhet të arrunë synin, se pamja fotografive, pamja në fotografi të keqe, ja të sharon dritën e synit, dritën e zemrës ja sharon. Ajo nuk të shetë, po ato shka duhet nuk e shetë. Ndigjimi i muzikave të flishura, i fjallëve të ndryta, kjo është provokimi. Në shkollë që në fëmijë, dinu programi shkollës është provokim, prej fëminije. Këtë lëviz është i provokuar, pa i dhe tjese i kujdesu dhe duhet të ruhet nga emitimi. Rinia ka obligimin më me rëndësi që të ruhet nga emitimi i të huajve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la yakunu ahadukum imma. Mos bëhet dikush për juve të shkoj me turmën, apo si shkojnë krejt edhe unë. Ja, në banësh, ti duhet të dallosh. Ti duhet të dallohesh, se si bëjnë tjerët, edhe tjerët bëjnë, ajo shtufa e deleve, e hudhën njënët në lumë, tjerët shkojnë mrapa. Shkojnë njënët, shkojnë tjerët, njeriu ka men, e ndale, e shef cila është e mirë, vazhdo rrugën e mirë. Të keqes, i thot vetë stop dhe ndale. Pra rinia na duhet sot të jetë shumë e kujdesur në punët të cilat po e ngulfati, punët të cilat po e mbështjellin. Po ka dash Zoti, elhamdulillah, që ju ka mundësuar pse rinia që në të troje të kese gjami, të kese hojë, të kese namaz. Se generata e parë, tu kur kanë ardhur, e kanë pas shumë vështirë. A shumë vështirë e kanë pas, nuk kanë pas vend takim. Takimi tyre ka qenë në për klube, takimi tyre ka qenë në për kafe, në për restorane. A sot rinia e ka këtë vend, po këtë vend ja ka pregadit generata e parë, tyre që kanë pregadit dhe me radit për nderë, ato tjere të vazhdojnë, nëse ta kenë ma lehtë. Dhe si pas situatës, si pas gjendjes jetike, që ashtu edhe ka edhe përgjithësi. Pra ai që ka ardhur në fillim, s'ka mund me shku në xhami, se s'ka pas xhami. Sot kjo rini e ka xhami, e ka Kur'anin të përkthyer, i ka hoxhallar, i ka kasetat, i ka CD-jat, i ka krejt kushtet i ka, pra lutim Allahun që këtë rini, Allahu në çdo të mirë ta udhëzon nga çdo e keqe ta mbrojë. Rinia, si tha doktori më parë, i ka disa pika nga të cilat nis disfat. E para është ambienti familjar. Ambienti familjar dhe diku është rrujtur dhe tash duhet me ja ditë për ndërë. Familjeve tona duhet me ja u ditë për ndërë. Edhe na të ditë për ndërë atine që kanë kalu para neve, prindërve, gjyshve ta. O vëllezër, unë kam pasur si student në Kairo një student një Davud prej Amerikë. I vetëmi musliman në familje. I vetëmi musliman. Unë kur mirë letra, kur misha letra prej familjes, im shef një prej ti, se më vinë ke gjunas a i smirë të letër prej askuj. Edhe në pyke mu thështë, pash zotit, edhe babën edhe nonën i ke musliman? Të shafove, o lumi ti prema. O lumi ti që e ke. Krejt familja i një musliman? Po mëre,
Lumë t'jubre, unë s'kam bre kujt i shkruaj, se asnjë nuk ka shkruaj, të gjithë janë i dhuk se kanë pranuar Islam. Subhanallah, e tash kjo rini, ka ambient, kjo është ambient, kjo ta forcon imanin, kjo është shoqëri e hajrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, njeriu duhet të shoqërohet me të mirin, se shoku i mirë është si parfumgjia. Parfumgjia shet parfum, shoqërohesh me to, si të rrish me to, a di çka ndodh? Të vjen era parfum. Shoku i keq është si qimirgjia, si shoqërohesh me qimirgjin, hiç mos shkarko, mos gato, po ke nuk go balosh. Nështë të shkjet. Pra do bash këtë njolla, këtë danë nga të zeza. Pra shoku i mirë të ndihmon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, Allahu Dhul Jalal e ka nderuar njeriu që ja ka dhuruar një shok të mirë. Cili është shoku i mirë? Kur e përmend Allahun, ti ai të ndihmon. Kur e harron ti, ai ta kujton. Zgjidhni një shok kështu. Kur ta harrosh Allahun, ai ta kujton. Kur ta përmendesh, ai të ndihmon. Mos e gjet shokun i cili ti thua hajde shkojmë taravih, ai thotë hajde shkojmë gazin. Ja, ato mos atë nuk e ke shok, atë nuk e ke dashami. Ajo është dashakeçi i yt. Ai të don keqen ti. Prandaj mos e dëgjoj. Pra tu e para ti ambient, e dyta koha e lirë. Koha e lirë është, si të thënë, shkas i devijimit. Shkas i devijimit. Koha e lirë. Prandaj rinia duhet të angazhohet me mësim, me punë, me kurse. Punë të punon, pak në të merë veç në të punon. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, trokite derën e punës, Allahu ta qep derën e rizkit. Ama ti trokite derën e punës, e mos ri hazërgji, se nga jo të vinë gjithë faka. Omeri radiallahu anhu kaloi në pranë një djali të ri, e pa duke ndejtë. Ri, si që ri në dëmje, çka bën vetë kur gjon? Çka e të bëj kur riset? Ai qeti pak më modern, më i modernizuar, kur ta piti çka bën vetë? Që jam të lujt pak, jam të evra kohë. Ai ndryshe të thotë, jam të evra vetë. Humbja e kohës është vetë vrasë. Qka është e kohë? Qka është një përveç se kohë? Ti kur e humbën kohën, e vret vetë. Pra, Omeri ka lui pra një dali i cili rritë, pa kur një punë. Ka lui Omeri, disi i hidru, shkoj. Kur u këthi për një, a i dali i kështë në një shkokë së një kranë dhe e thënë. Omeri ta selam alim. Alikum selam, e mirë mu'minin. Kur ka blove pare, sa së më pare, ta jo të pash, pas të shëndeta, se rrishe pa di halqi. Ta që pojtë e një punë. Ta edhe ti është punë, di shka. Pas tu e vras kohën, se e vret vetë. Pra kohë e mirë, o shkas i shkatrim, shkas i devijim, shkas i shdukjes. Angazhoni ti, angazhoni Allah, meri, qonë gjami, qonë shkollë, qonë punë, binde. Pak në të punon, pak në të fiton, është e begatshme. Shkaku tjetër për devijimin e rinisë është vonesa e martesës. Më unë nuk e martoj djallin, e t'ja marrë shkijin, t'ja bëj hasër, komplet, se t'ja blede Mercedesin, pas të edhe një dyqan me mujtë me amat, edhe ajo është disfarë. Pra martesa në rini. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i shkoj një djallëshiri, ta ja Rasulullah, punoj, jam fukarat. Ta di shka, martohë. Ta ja Rasulullah, ta nësën bojmë i dore vetë, po vetë i diti. Ta martohë. Si u martohë, Allah i ka bereqet. Ta shne, a të bëjmë luft me fjallën e pejgamberi. Ne dhe ta korrigjojmë Allah dhe pejgamberi. Pejgamberi ka thënë martohë, do të begatohesh. Ama ne, jo, si ne vro. Se tani, bile njëri tha, jo, se martoj djali shumë herë, se ban shumë fmi. Ka mund kësoj tonë, do në hinë grosh. Martohë, jo, shëbab, pejgamberi që ta, ja mashara shëbab, me njësëta amiku mëlba e felje të zëvëq, wa men lem jesëti fa alehi bisom, fa innehu gjunë. O nimi, kush ka mundësit e të martohet, kush s'ka mundësit, letë vazhdojnë të agjeron, se agjerimi ja mbërëson shpirtin, ja qëtëson psihikën, dhe sot njëkësia botnore të smundit psihik, e di me shkajshon, me agjerim dhe me namaz. Pra kjo është sistemi jo. E të është njëtë këmi fillu, kërejt punë të fes të shtim laborat. Ta shohim në temen, a del të amon as dhe. Vale ka thonë për nga mërja të herë, ma tash s'ko banë se, shtu tash, por filozofoj. Allahu të gjelat, e tu allimun Allah e dimeku, a ju Allahu t'ja mësoni fe, a ju do një të zbrit një Kurani në dëshirat e juaja, apo ju dhe të ngrejni në urdhat e Kurani. Musliman duhet t'i përshtatën Kurani, se Kurani është katalog, Kurani është udhërëfis, Kurani është pushtetur,
Na jemi maqinë e krijuar prej fabrikës Mercedes, jo as të Fordi. Na jemi maqinë e prodhuar prej një fabrike e vetë një oshe. S'ka rival, ajo është fabrika kun për e kun. Allahu të gjelar nga ka kriju. Jemi maqinë, por çdo maqinë e ka katalogun se si duhet me vepru. Ti kur ta blesh atë kerrin, edhe merr aty e shef se një vend e ka një rezervar e ka për benzinë, një e ka për glicerin, një e ka për shampon, një e ka për ujë. A unë e blej vetë maqinën time, 100.000 franc, edhe thonë, çka më përzihet e fabrika unë, çka bojë unë? Po unë në vend benzinit ja qes ujit, në vend shamponit ja qes glicerini, unë e bojë. Kur e bojë nga di shka bojë, e blokoj. Kur gjojë? E tash njerëzit, Allahu Bugjerat ka kalëzu. Të kalon të mira me ngrane me pije. Pije të pa numërta. Një loj pije e ka bohara. Një loj pije. Aje ka një në alkohol. E tash njoni të të vallar dasën në regullë, kishë pasama në fund të kishë krishan, alkohol si shto. Si mjaftën këto, si mjaftën. E ki, Allahu Bugjerat se ka ndarë alkohol. Allahu Bugjerat në trupin e njeri, në organizmin e ti, në luktin e ti, nuk kalon rezervar për alkohol. Nuk ka. E kur t'ja qeshti i rezervarit, një gjotë që s'ka vend për do, pash do të mja qiti i grush krip në rezervar shka. S'ka vend për krip. Ti mos ja qitë ato që s'ka rezervar. E ti ja qitë trupit tonë një tesh, një ushtim, një pije, që nuk ka vend ati. Amo unë, të ati të shkakon, të atë blokon. Kur blokon shkakon? Jetë në rrugë, vetë me thira, të shletin vetë marrë, vetë nërguse, e ke zonë udhë. Na muslimon jemi ndarë, kemi koqit në udhë, duhet vjetë dikush në heke. Di pse? Se jemi përzit ka dhohë. Ande ne kemi vetë kështu mërë. Kur nuk të, dikush të kur ta piti. Se dhe muslimon ka vetë brapa, almeja, feja. Shto e time dhe si azban bile. Jo, Muhammed Iqbali kur e pitën, pse muslimon vetën mrapa? Tha se e lan fejnë. Po pse tjere përparun, tha se e lan fejnë. U prish puna. Jo së prish. Muslimon kur e lan fejnë i karbisni lezon, nuk lezon, vetëm rap. Kur e lan fejnë wa'tasimu bihablillah, jeni të bashkuar, me u përshajtë, vetëm rapa. Ata kur e lan fejnë, që thonë të kisha, mos u përzim punë zotit, dhe do që Koperniku mëse tha toka është e rumbullar, tha ja, ti e përzim punë zotit. Si ku zati me thonë toka është rrash. Što me dojqin ata? E kuraj me shkenca e rumbullar, e dojqin se është përzim punë zotit. Na të përzimi punë ne të kundër të rikit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha një ditë sabah, më ka zbrit një ajet kuranor. Kush e lexon edhe nuk e kupton, edhe nuk ndalet ta logjikon, mirë për to. Thanë cili ja Rasulullah, tha inne fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi lejli wan nahar la ayatin li ulil albab. Në krijimin e qiellës dhe tokës dhe në ndryshimin e natës dhe ditës ka argumente për ulul albab, për të mençurit. Po kjo fe është për të mençurit, vëllezër. Kjo nuk është për njerëzit që linë bardhës. Zatën ibadeti për me të bëhë fas, numër ti, kushti numër ti, i menqur. E para, në agjënim Ramazan, duhet me qenë musliman. E dyta, me qenë i menqur. Iq menqur se ka farës agjërimi. Iq menqur se ka farës namazit. As haqim, se kjo fe është e të menqurit. Kjo fe është e të menqurit dhe është fe e logikës. Pra, dhezër, që mos të zdojnë, nuk në lejohet njëve, të fillem të korrigjëm Kur'anin. Një natë në një tribun në bërë një pyetje. A mundet të bëhen disa korrigjime në Kur'an? Tash mundet, po këtë Kur'anin kur ta aprovon parlamenti. Atëherë të mund bëhen. Ose ka aprovon parlamenti, ki ka për akshialarë. Allahu Gjellar e ka zbrit dhe ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Na kemi zbrit të Kur'an dhe na do ta ruajmë. Ala se ka unë e ti që halin, se unë jam sakat, jam i qmendur, nuk më duket tamam, aja është këtë problem. Kur unë e kam një pjesë të trupit, një gjimtire e kam sakat, e nuk më vind tesha e roba qepsi tamam, nuk ka faj roba qepsi, unë se ka faj. Së më vjen tamam, po qëka duhet se të vjen tamam? Subhanë. Një djallosh, për me polemizu, me filozofi, ishe ullë me babën bafshe, ndër hijetarës, e ati kishte bostan, kundi. Edhe ti thot babës e baba, e në zotit do punë si ka tama. Njoni tha, po pse zotit me e bo haram alkoholin pak?
Pak, e vishë ka gjo, ama shumë zbanë, në unë pajtohet. Ta shki pajtohet, s'pajtohet me Zotë. Baguri një herë. E ta shtot, unë mendoj se Zoti do punë si ka ta më. Baba tha pse verbi? Tha, si pas mendimit tem, që budavën. Tha, si pas mendimit tim o babor. Zoti t'i drumit matë kësaj arës, ka desh një adonë këtë hungrin e matë. A këtë arën e vogën, ka desh një adonë të landa, po pak. O biro të, unë e Zotit baba, mos e qufër, mos u përzi. Ja baba, ta këtë më gjithë ta mënë. Kështu ka desh me bo Zotit, të më kish pitë mund. A më të më kish pitë mund, Zotit, që më pitë? Tubi se tu një kokarë, vjen tre gjenatë në krije. Ta, u tranë, ne? Ta, baba, që ki o bitë, ta më ra një arë, ta shiki o bitë, si s'ke kundë. Ta kishton kundë, kish bo kundë. Ne, se mund të pata kështu, por në të mund të pak të mohë, kështu që ne kemi pak ma serios të mesin. Po në fjallet, rinia jonë duhet t'i kesin disa parime. Parime kuranore, parime pejgamberike, nëse do shkëtimi, po unë kam shpresa dhe jam optimist. Tash e kam shumë. Jam shumë optimist. Kam shumë shpresa në admërin tonë, derisa në gjindemi dhe takimet i kemi në përgjamia. Ditë ri dojë me gjamia të ku jam unë shkojmë rapa, i thot një tjetit, nëse prome e mësë haro, ma herët vim se ka dersi, tash e elhamdulillah. Një tjetit i thot, nuk i thot ku do takohemi nëse, të cila kazina. Elhamdulillah, basi takimin e lënë gjami, basi agjërnën Ramazan, duhet të ndihmon, nëse dikush ka mbeti, ka dalashit u ngëm, ka ranë hender, dhe të në shku me ngrit ato, me e prun gjami. Une i pysa të gjematin, që i thonë, kush prej juve ka agjënu ditit sot, një dit di, e ka bo dikush, e di si po në di, ti ta vish edhe një tri, gjami, po hen ti. A i qëtë dhe po më në slip që ti kesh ti unë e një, thash me ta marrë edhe një qëtë. Me ti bojë edhe i ty, edhe namazin ku ka falish, por një Allah të shpërblen disi, ta vish një glaton, që s'ka qenë gjami, ta vish në gjami, Allah të shpërblen. Edhe për ty edhe për atë tjetërin, inshallah Allah, gjithë muslimon nga shdoj keqe se dënjonje i mbron, edhe ne në inshallah ibadetet tonë në i pranon, nga azabi gjennetit në shkoton gjennet në firdausin nasibna. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa astaghfiruhu alhamdulillahi rabbil alamin. Dhe zëgashtë dhe falenderojmë në gjerusit tonë, dhe qëtar edhe falenderojmë juve për momentin që patët. Qëtash në erbin dhe li, se kemi pas për kopë, ka t'i nga shkoj kretë mujë Ramazanit, dhe këtu bo 5 të gjeruzit që të vitu të na faqet e ta majnë në tribunë, në kemi pas për qëfar ne kemi prita do. Tash inshallah nuk do të kumbi po, të kemi disa pytje, do të ketë ala,